Nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kur asnjë nga pronarët që përfliten, si ose që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha interesit nga ana e familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet ripamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private, pronarësh privat. Dhe pronarët privat merren vesh privatisht. Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronarët private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as